Lista serbe ka planifikuar organizimin e një koncerti pak ditë para zgjedhjeve në sheshin e Mitrovicës së Veriut pranë bustit të Tsar Lazarit. TVNI mëson se për këtë ngjarje është ftuar këngëtarja serbe me prirje proruse Andela Injatović, e njohur me emrin artistik Brezgvica, e cila do të interpretojë këngën nacionaliste Foleja e Shqiponjës, që përmban mesazhe për rikthimin e Serbisë në Kosovë. Sipas burimeve, pagesa për angazhimin e artistes është bërë nga Milan Radojčić në koordinim me listën serbe, ndërkohë policia e Kosovës është duke monitoruar situatën me qëllim që këngëtarës në fjalë t'i ndalohet hyrja në territorin e Kosovës. Publicisti dhe antari i bordit ekzekutiv të lidhjes qytetare shqiptaro-amerikane, Hafiz Shala, ka vlerësuar se Dardania Kosova po përfaqësohet njësisht nga dy figurat më të larta shtetërore, presidenti Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti, të cilët ai i cilëson si unik në qëndrimet dhe veprimet e tyre. Sipas Shalës, presidenti Osmani është e aftë intelektuale me përgatitje shqiptare dhe amerikane, e zgjuar, e qartë, e guximshme dhe e adhuruara e miku ton, SBA. Ai shton se edhe Europa ja ka zilin presidentes, duke e cilësuar si një figurë që i jep dinjitet shtetit të Kosovës. Në një koment të gjatë të bërë publik nga New Yorku, Shala ka theksuar se në këtë shekull Dardania i ka dy figura kyçe të historisë së re politike, Teutën, alias Vjosa Osmani, dhe Hasan Prishtinën, alias Albin Kurti, të dy liderët kryesorë shtetëror unik në qëndrime dhe veprime. Dardania është krenare me presidenten e saj të aftë, intelektuale, me përgatitje shqiptare dhe amerikane, e zgjuar, e qartë, e guximshme dhe e adhuruara e miku ton, SBA-ve, edhe Europa ja ka zilin. Prandaj, Dardania në këtë shekull i ka Teutën, alias presidenten Vjosa Osmani, dhe Hasan Prishtinën, Albin Kurtin, ka shkruar Shala në një koment të tij në Facebook. Tutje, publicisti ka kritikuar ashpër përpjekjet e Serbisë për ndërhyrje në Kosovë, duke thënë se Kurti dhe Osmani e kanë demaskuar Vučićin dhe miqtë e tij ndërkombëtar, përfshirë edhe disa shqipfolës, opozitën dhe Edi Ramën sipas tij, me shumicën e mediave të ashtu quajtura të pavarura që kanë lidhje me Serbinë dhe oligarkët të saj. Këta e kanë demaskuar Vučićin dhe miqtë e tij ndërkombëtar, përfshirë edhe disa shqipfolës, opozitën dhe Edi Ramën, me shumicën e ashtu quajtur mjetët e informimit, themeluesit e të cilëve kanë lidhje me Serbinë bashkë me disa oligarkë që jo vetëm veprojnë në Republikën e Dardanisë, por kanë gjetur edhe biznesmen këtu në SBA, të cilët po investojnë te Grenelli, që megjithse nuk ka asnjë pozitë zyrtare, lidhja e tij me Vučićin shkakton dëm, sepse në Dardani shpërndan panik të panevojshëm, ka nënvizuar veprimtari Shala. Po ashtu ai ka përgëzuar vizitën e kryeministrit Kurti në Shtetet e Bashkuara, duke theksuar rëndësinë e takimeve me kongresmen dhe senator amerikan. Albin Kurti gjatë vizitës së tij në SBA ka takuar ligjvënës, kongresmen dhe senator, të cilët qëndron fushia e vendimarrjes politike dhe shtetërore. Kush e mbylli qeverinë amerikane për 35 vite, kam njohuri të mjaftueshme për të ditur se cilat institucione e kanë fushinë, prandaj edhe lobimi ynë për 35 vite ka qenë i suksesshëm, me në krye çiftin George Shirley DiGuardi dhe bordin ekzekutiv, sepse kemi punuar drejt për drejt me kongresmen e senator të dy krahave politike. Kurti u ka dhënë informata të sakta dhe me plot përgjegjësi, sepse nuk është i shantazhuar nga askush, në shprehje ndër të tjera ai